Gjykata themelore në Koçane ka pranuar kërkesën e prokurorisë për vazhdimin e paraburgimit afatshkurtër prej 48 orëve edhe për 2 personat e tjerë të përfshirë në fazën parahetimore, të cilëve sot u skadon ky afat. Gjithsej në procedurën e prokurorisë të Koçanit janë të përfshirë 18 persona, të cilëve u është shqiptuar masa për sigurimin e prezencës deri në mbledhjen e provave të nevojshme për hapjen e procedurës hetimore. Paralelisht me këto po zhvillohet edhe një proces në prokurorinë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit për 7 zyrtar të policisë, të cilët janë në hetim për kryerjen e veprave të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Si zyrtar policor të punësuarit në Koçan dhe në Shtyp, ngarkohen si bashkëkryrës, të cilët me hartimin, nënshkrimin dhe miratimin e pëlqimit pozitiv i kanë mundësuar personit juridik që të fitojë licencë për veprimtari hotelerike, edhe pse objekti nuk i plotësonte kushtet ligjore për punë. Ashtu siç ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria, objekti ku ndodhi tragedia ka pasur lëshime të shumta në pjesën e sigurisë, gjithsesi nuk ka pasur numër të mjaftueshëm të pajisjeve kundër zjarrit e as numër të mjaftueshëm të daljeve përmes të cilave në rast emergjent të mund të bëhet evakuimi. Për momentin, në paraburgim janë gjithsej 26 persona, ku bën pjesë edhe i dyshuari i fundit pas kontrolleve të djeshme në Ministrinë e Ekonomisë. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi dhe ish drejtor dhe zyrtar të tjerë. Për rastin në fjalë, kryeprokurori paralajmëroi hetim të shpejtë dhe transparent.